Zhvillohet etapa e 5 dhe e fundit e turit të 82 ciklistik të Shqipërisë në Vlorë. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, Bluti bën thirrje qytetarëve të shmangin kalimin në rrugën ku do të zhvillohet ky aktivitet. Në etapën e parë, e cila nisi në bulevardin Zogu i Parë në Tiranë, vijoi për në Rëshen, Lezhë dhe më pas Shkodër, pas 151 kilometrave të përshkruara në Paruc, vijën e finishit i parë e kaloi Gabriele de Fabritis. Në etapën e dytë që nisi në Shkodër dhe përfundoi në Elbasan, Nils Riemeyer i ekipit Amsterdamit arriti të prekte vijën e finishit i parë. Në etapën e tretë ishte Olsian Velia, i sportisti i kombëtares shqiptare, i cili kaloi pari vijën e finishit në etapën që nisi në Elbasan dhe pas 149 kilometra shumë mbyll në Vlorë. Në etapën e katërt fituesi ishte Callum MacLeod. Britaniku konsideroi në atë që cilësoi etapa më e bukur e turit shqiptar në itinerarin Vlorë-Himar-Vor, ku ciklistët duhet të ngjisnin edhe llogaran. Rrethi ciklistik i Shqipërisë, një prej garave më të vjetra në botë, përbëhet nga 15 skuadra dhe 96 futbollistë. Turi i Shqipërisë do të përfundojë të premten me etapën e 5 dhe të fundit me nisje në Vlorë dhe përfundim në Fier, ku do të kurorëzohet dhe fituesi i këtij edicioni të 82.